Miq të dashur, jemi me rubrikën 7 e kam kënaqësinë e veçantë që sonte në këtë rubrikë të ftuar ta kem Tringa Isën. Është një nga influencerët ose content creator, ha? Është termi më i duhur, nuk e di shqip çu vjen. Përmbajtje kreative. Përmbajtje kreative, domethënë s'po di edhe ka njerë po më hub. Kështu që me Tringën do flasim për shumë shka, pos tjerash do i përgjigjesh 7 pyetjeve tona. Tringa, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve për ftesën. Tringa, çfarë të bëu kohëve të fundit? Kohëve të fundit po punoj, po mira me jetën time kryesisht. Okej. Tregom, je një nga ndoshta mbështetësit më të madh të Valdrin Saidit në kohën e vet. Tregom, çu puna eksperiencë për punu me Valdrinin? Me Valdrinin nice. Të njëtën, edhe është si akademi, unë e gjithmonë thamë është knasi, edhe gjithmonë e falenderoj shumë për krejt sane që mi ka mësu. Qysh nisi ideja me konë content creator? Ideja me qenë content creator prej pandemisë, e kom analizu ka gjanë shumë tregun, edhe e kom pa që e ardhme është content creator, se gjithë shka është të shku të digitalizu, edhe marketingu mu është veç në platforma dhe rrjetet sociale, kampanjat ndryshme. Atë mërzit, si pun? Po si gjithë sen tjetër, njët normalisht që në ashtë na i herë mundet edhe mu me mërzit. Okej. A e gati për 7 pyetje? Po, të njëtën. Pyetja e parë, Tringa Isa. I përzin vet, e lexon përgjigjesh qysh te. Inshallah na një. Janë tleta. Hajde. Tringa, si do ta përshkruaje vetëm me 3 fjalë për duke përdorur vetëm shonjën të? Okej, Tringa, domethënë shonjën të. Me 3 fjalë. Me 3 fjalë. Fjala e parë është tolerante. Tolerante. Po. A je? Po. Okej. Po, patjetër. E dyta, tërheqëse. Okej. Shkoj modestia. Shkoj modestia në zero, domethënë. Edhe e fundit. Tragedi. Pse? Veç. A e ki? Bosh kishe spedente. O, pjesë e jotje? Tragedin, kuptimin. E mirë fjallës. Edhe të mirë, edhe najherë jo të mirë, pse jo. A bosh nervoz? A eksplodon? Po, jo, më eksplodu, kom punu shumë qatë drejte, nuk du me eksplodu për kërkën, as për vetën, as për hesë, du me bo vetit keq, po nervoz normalisht që bona, pak ma heret, për shambull me një thirje, e zgat ke shumë thash, inqe, këpote. Këpote. Pyetja e dytë. Hajde. Jo, për ta përzi, qa bona. A ke pasur ndonjë ide për një video që mendove se do ishte super e sukseshme, por nuk pati impaktin që presje? Po, gjdo det. Por me, sinqerisht, gjdo det. Tregon për shembull, e krijon një ide, edhe në fund nuk del çu shki dashti. Nuk e ka, domethënë nuk shkon as viral, as nuk hec, as 10.000 nuk i bën, edhe ajo ndodh njavë, daily basis, më me thonë po ndodh. Cila kon video më sukseshme që e ke pas në herë? Se ti, i kom pas. Në një që ka shku shumë viral që i ka... Një unën që i kom bo replik, edhe s'po du mi jap më shumë publicitet qasaj video. A pendohësh, po menoj, a pendohësh? Jo, mu pendu, jo, po thjesht se cilë e ka atë kohën edhe atë prajmin e vetë. Okej, a analizon sakt kur dush me shit një video, Tringa? Po. A të bojmë presion për shambull biznesit kur bashkëpunon me to, që të me një herë? Kur e kam që presioni, zakonisht edhe video nuk del mirë. Okej. Se edhe kështu nuk e dija i pëlqen ai kujt presioni. Unë e hitë se du. Po kërkosh se ta në armë, se e të fojnë. Hajde po vazhdojmë me tretën. Hajde. Qa po thot? Qa po thot? Arber. Jo, pa... Qka të inspiroj fillimisht të hysh në botën e content creator? Vese të regova. Po kalzo ma pak ma detajisht. Po qa jo, do me thonë... A ki përcjell në ikon para prakisht? Gjatë pandemisë e kom përcjell, është Meredith Duxbury. Ajo është një qikë shumë nice, që i ka bo një foundation challenge, një challenge me make-up ka qitë shumë, për shkak që i ka pengu diçka në ftyrën e saj. Edhe do me thonë prej që asaj challenge, ajo tash shkën pasarelat e disa dizajnerve të më të famshëm të botës? Po. Okej, fajn. Yes. Pyetja e 4, Tringa Isa. E lexon vetë, përgjigjesh, që s'din ti mas mire. Nëse do kishe mundësi të ishe një personazh i njohur për një ditë, kë do e zgjedhje dhe pse? Mendoj që ndoshta Queen Elizabeth. Queen Elizabeth? Po. Pse? Po kisha dashur me pa veten, se zakonisht njerit kur i jep famë edhe pushtet kisha me thonë pak më shumë, e vren se
ku po qëndron ai njeri si karakter, edhe unë kisha dash me pa veten ku kisha qëndru. Për çka të paragjykojnë njerëz? Ose për çka të gjykojnë fillimisht kur kanë kontakt me ty? Mendje madhe, arrogante, e mirë, arrogante gjithmonë. Pse arrogante? E poshtër, edhe marrë komente ose tepër e poshtër më dogësh. Apo, a? Si ty që shtu kam dogë. Në fillimet e para. Okej. Pyetja e katërt, Tringa. Hajde, me bismi. Qa po thot? Cili është trendi më i çuditshëm që ke parë në internet dhe a ke menduar ndonjëherë ta provojsh? Kom pa trendin që u bo me Spider-Man diçka, Spider-Man Dance. Kam bo do fëmijë edhe shumica për tyne. Fëmijëve dhe prind janë anku që i kanë thy kyçet e dorës e komës, se ka qenë i trend që kanë këthy kështu atë për një tjetëri edhe që ato nuk kisha rekomandu, as të kisha provu vetë, aq më pak, se nuk jam heq sportiste fleksibile kështu. Tringa, paguhet mirë profesionin që e bën? A mbjeton, a jeton mirë? Po, une do me thonë nuk punoj veç për kontentin tem, për rrjetet e mija, platformat e mija, po punoj edhe për disa brende tjera, që mira me kampanjat e tyne. Po mirë që tash kam fillu mu vetëdistu pak ma shumë bizneset edhe me pa që shërbimet normalisht që duhesh mi pagu. Okej. A merë kryesisht produkte, a you take the money? Më varet, krejt më varet. Qka më konvenon, nuk është gjithmonë të parja. Pyetja e sot është? 1, 2, 3, 4, 5, veç edhe 2 metën. Pyetja e 2, shkun shpejt. Edhe hecam. Hecam. Qa po thot pyetja? Qfar këshillë do t'jepje të ri që duhet të bëhen content creators, por nuk e din nga t'ja nisen. Me punu, me qenë konsistent, edhe nuk bëhen më të shprun që pëse një vetja nuk të shkon, ose një det nuk i ide, se normalisht idejat hargjohen, po duhet me dojlë, mu socializu, ose me po që ato që ty të pëlqen, që t'inspiron mas nej për punë. Qka t'inspiron ty, Tring? Një muhabet i mirë, një darke mirë, një pije mirë, shëqni, vibe, good vibes. A shëtit shumë, realisht, më falni, shëtit shumë Tringa? Jo, valla, kove të fundit s'kam shëtit, te për kam nevojmë. Si general, shëtit shumë. Cili e vendim që të kalon për shtypje mas shumë te? Shteti, qyteti? Gjithmonë e thamë, Kroacia për mu, për Tiranës po flasë është një. Kroacia është shpija me dytë mes nej. Edhe normalisht Stockholmi, Suedia, njerës të për të eduku, me kulturë, me tradit. A kështë mujtë me jetu në Skandinavi? Po, kom linë në Skandinavi, nuk është... Shë se ki problem? Ku do që shkoj, une e bëjtë së në shpitem, në Sahar me më qitë, une... Bona kameleon! U thaubë. Pyetja e fundit. Tringa. U knaqa me hajt me këto pytje. O, zot. Cili është sekreti ytë për të bërë një foto ose video perfekte për Instagram? A kina e sekreti me? Sekret, FaceApp. E përdora, po? Po, pa tjetër. Edhe këto filterat senet, edhe sekreti është veç më smuku në Prishtinë. Jashtë Kosovës. Ja, këmë më përdora në FaceApp-in, a po. Për që ato edhe mu kujtu që ta është po. E egzageron me FaceApp? Jo, ishala nuk e egzageroj, munona mu konsuazat normalës. Po, ka njëherë në të shtë adhe ja futi, po jo, munona mus me bohat. Pyetja e fundit, Ring, e cilë është shteti ose shteti që ki vendos me vizitu shumë shpejt? Që realisht të ndihesh mirë ose e ki paramendu vetën gjithë me pashat shtetë? Po s'po di, nuk është që kom bo plan halja, veç ndoshta Italia. Italia? A e konë ma herët? Po. Cilin qytet? Milano, Lake Como. Falenderit shumë për kohën, Tring. Falenderit edhe juve që ta shtëm. Mirë të dashur, ishim me Tringa Isën, e këtu po e mbyllim emisionin për sonte, por ishim një datë të knashur me gjitha që kemi përgatit, e ne lëm ta kemi javës tjetër në të njëjtin termin e shtun ora 20:10 minuta. Kështu që na shohni në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook, po me të njëjtin emër në Zarë. Të kaq për sonte, natën e mirë.